Mbas lindjeve, sigurisht barku më ngeli dhe nuk arrita dot të rekuperoj, domethënë dhe ta heq ndër vite. Kjo pjesa e shëndetit nuk më bënte më shumë përshtypje. Benvenuta, come sta? Bene, voi? Si accomodi, benissimo. Allora ho saputo che è qui perché c'è un pochino di grasso di troppo. Sì, sì. In che zona ce l'abbiamo? Nella pancia, io voglio togliere la pancia. Allora io avrei bisogno di vederla la pancia. Questa è la zona che vuole trattare. Sì, questa. Va bene. E invece in questa parte qui laterale è contenta? Beh, non so. Posso vedere un momento, vedete? Beh, in ottima forma qui. Quindi più o meno, soprattutto davanti, si rigiri davanti, signore? Sì. Quindi qui c'ha due problemi, uno è il grasso e uno è anche la pelle, sì, che si piega un pochino. Sì. Vi faccio vedere quello che è possibile fare. Në këtë rast, kemi një ndërhyrje klasike të liposkulpturës dhe abdomenoplastikës. Problemi i kësaj paciente është padyshim mbi pesha. Pra një nga aspektet më të rëndësishme për të është që të bjerë në peshë. Tani, por dhe mbi të gjitha në periudhën post ndërhyrjes. Ndërhyrja konsiston në heqjen e djamit të tepërt dhe të lëkurës së tepërt që është prezente në rastin e kësaj paciente. Kjo ndërhyrje është pjesë e kirurgjisë së konturit të trupit, pikërisht sepse na duhet të bëjmë disa ndërhyrje që të kemi një rezultat në të gjithë trupin. Shkoj shumë mirë, a kupton, ky është momenti më i vështirë për ty, por do ta shohësh që pasi të kalojnë 30 minuta, gjërat ndryshojnë. Përshëndetje, si jeni? Mirë, ju vë mirë. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, amigas, te andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigos